Problemi me mbeturinat në Çajir as se si të zgjidhet. Në lagjën Gjon Kennedy afër shkollës fillore Anton Semjenović Makarenko, trotuari është tërësisht i pakalueshëm. Në Çajir vazhdon të jetë gjendja normale, kështu si gjithmonë me mbeturina. Mos harrojmë të cekim se po në këtë vend, para 2 javësh patëm një lajmërim për të njëjtin problem me mbeturinat ku është i bllokuar trotuari. Në këtë lagje jashtë kontejnerëve janë hedhur edhe goma të veturave, dyshek, maksikoza për fëmijë dhe shumë gjësende të tjera. Kontejner të strëmbushur dhe thas të hedhur edhe në fushë Tophan. Gjendja e njëjtë është edhe te rruga e plastikave ku qenë edhe atlete në trotuar, disa metra më larg te semaforët, kështu duken mbeturinat në rrugë. I pyetur për këtë gjendje në Çajir, kryetari i komunës Visarganiu tha se ndërmarrja publike higjiena komunale Shkupën nuk po punon me kapacitetin maksimal, ndërsa qytetarët po paguajnë taksa. Edhe kjo është dukuri e cila po na shfaqet, dhe ne si komunë, domethënë kemi marrë hapa, edhe pse jemi taksapagues dhe taksat shkojnë tek ndërmarrja e cila është përgjegjëse për grumbullimin e mbeturinave, por një gjë e tillë nuk e bën me kapacitetin maksimal dhe ajo e rëndon këtë gjendje. Sa për informat, dhe thot nga ish drejtorët e ndërmarrjes që kemi marrë informatat në komunën e Çajirit, domethënë kosha për grumbullimin e mbeturinave në të kaluarën kanë qenë 530 kosha apo kontinjera që i thojmë gjuhën popullore, sot në komunën e Çajirit janë 320. Nga higjiena komunale thonë se ndërmarrja po mbledh dhe transporton mbeturinat komunale në komunën e Çajirit në baza ditore pa ndërprerje në përputhje me dinamikën e përcaktuar në programin operativ. Ekziston një dukuri masive hedhjes së paligjshme të mbeturinave të rënda dhe të ndërtimit në afërsi të menjëhershme të kontejnerëve, gjë që është në kundërshtim me ligjin, shkel ligjin për pastërtim publike dhe ligjin për mjedisin, ndot mjedisin dhe rrezikon shëndetin publik. Nga higjiena komunale theksojnë se gjatë vitit të kaluar shumica e deponive ilegale që i kanë hequr janë në komunën e Çajirit dhe se kanë dërguar edhe kërkesë deri te komuna për mbikëqyrje inspektuese, por siç thonë nuk është marrë asnjë mas.